Në tokë poshtë. Ka shumë njerë, këtu vinë njerëz të ndryshëm, njerëz pa shprehi të tilla. Do të thotë merr diçka me veti, merr shishën. Shko se është një problem. Problemi në Kosovë është problemi i shisheve të pijeve të ndryshme. Me miliona shishe hudhen vend që të riciklohen. Edhe kjo neve nuk e kem luksin. Në shtetet e Perëndimit s'mund blen asnjë shishe në pije pa e pagu shishen. E paguan masë kush e hedh, i mbledhin njerëzit në nevojë edhe nuk sheh shishe kërkon. 25 cent kushton. E këtu hidhe. Kështu që zgjidhja është që shishet të paguhen në shitore. Kur e blen një pije, e pagun edhe shishen. Edhe shisha kushton, për shembull, unë kam jetuar në Gjermani, shisha në Gjermani, shisha e vogël 0,33 ml, kushton 25 cent, kurse uji kushton 15 cent. 15 cent? Po, uji 15, shisha 25, 20. Ka qenë ma letë, ma mirë, a ka qenë vështirë. Modeli Gjerman duhet të mirët për lirime, për grumbullimin e shisheve. Kut në çdo vetë shërbim mund ta ndrosh. Njerëzit i mbledhin edhe shkojnë e kthejnë, i marrin 25 cent.